حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهدهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وذكرا واسعا حلالا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبعد فلندرم الله مضروار تبارك وتعالى I cili kështu ka dasht I madhi Allah që njerëzit të jenë musliman edhe të qëfar jo musliman e pastaj qëfar të ndahen në grupe, në gjemate të ndryshme, në fe të ndryshme. Elhamdulillah për të madhët Allah I cili neve në ka dhëzuar edhe në ka drejtuar. Elhamdulillah për të madhët Allah I cili hakun, dritën, realitetin, të vërtetën e ka sqaruar. Elhamdulillah për të madhët Allah I cili për besimtar ka përgatitur që ka siri I tyre nuk ka pa, as veshje I tyre nuk ka dëgjuar, as mendje kur për ato bukurisë që ka shkuar. Elhamdulillah për të madhët Allah për të gjithat mirat me të cilat Allahu neve në ka ndëruar. E natyrisht për të mirave të madhët Allah është që Allahu hakun dhe batil, të vërtetën dhe të pavërtetën, të drejtën dhe të shtremtën I ka sqaruar. E kjo është për nimeteve të mëdha të Zotit që ne kuptojmë të shtremtën, të devijuar, sepse dhe I largohemi, shmangemi, sepse ka shumë për njerëzve që nuk e në gjendje me kuptue të miren me daluen nga e keqja. Andaj edhe të keqja si thojnë të mirë, edhe të mire si thojnë të keqja. E Allah është ai cili gjykon ditën e gjykimit. Tabaraka wa ta'ala, si ka thonë Allahu, inna Allah jafsilu bejnahum yawm al-qiyame, që e cekum më herët në ajetet e si përmendura në dersin e kaluar. Pas të bim salavat dhe selam bi Muhammed Mustafan, alayhi salatu wassalam, mbi këtë pejgamber të fundit dhe vull të pejgamberve, mbi këtë njeri I cili atë shumë I mshiroj njerëzimin, atë shumë I dashti njerëzit, atë shumë ishte I kujdes shumë për ta, atë shumë I dhim të njerëzit, atë shumë bëri për ta, o lot për ta, dhe punoj që ata ta gjenë hakon dhe realitetin. Alayhi salatu wassalam, dhe bëti gjithë ata të cilët kanë ardhur pas ti dhe kanë ndjekur dhe pasuar rrugën e ti dhe të atyre shokëve të ti derisat dhe deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, edhe me te jemi në surat Al-Hajj.
Ma konkretisht në ajetën 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24 të kësaj sureje të bekuar. Tha ndryshe pasi që i madhi Allah Azza wa Jall në ajetin 17 që i bie në dersin e kaluar në i ceko 6 milete, 6 lloje njerëzishë, duke filluar nga ata të cilët kanë besuar e evrejt dhe krishterët dhe kështu me radhë deri te mushrikin të idhujtarët dhe pagant. Dhe pastaj tha i madhi Allah Azza wa Jall se Allahu është ai i cili do të gjykojë mes tyre ditën e gjykimit. Pra do ta kuptoj se cili prej tyre se kush e pas ka pasur mirë dhe kush e ka pasur keq, la ilahe illallah. E pastaj në ajetin vijus, në ajetin 18, Allahu tregoi se atina i bie në sejdë, i nënshtrohet, e madhron Allahun, i bën tasbih Allahut. Çdo gjë, qiejt, toka, çka ka mes tyre, dielli dhe hana, e këtë planetet, po edhe pemt, e malet, e kodrat, edhe njerëz edhe gjend, përpos një grupi nga njerëzit, apo prej njerëzve nuk i bin në sejdë të madhit Allah Azza wa Jall, wa kathirun minan nas, dhe shumë njerëz i bin sejdë, por jo krejt, sepse vërteta haku është që jo të gjithë i bin Allah në sejdë, wa kathirun haqqa alayhi al-adhab, dhe shumë prej njerëzve janë që e meritojnë dënimin e Allahut në ditën e gjykimit. Dhe kjo, se shumë prej njerëzve meritojnë dënimin e Allahut në ditën e gjykimit, si kurse parashtron një pyetje, e çfarë dënimi do t'jetë për ata të cilët nuk i kanë ra Zotit në sejdë. Si do t'jetë lloji e atij dënimi, mënyra e vuajtjes së atyre jo muslimanëve në xhehenem, e pasojnë ajetet në vazhdim që i kemi ne, ku Allahu i madhruar përshkruan disa forma jashtë zakonisht të tmerrshme, se do t'jetë ai dënim për ata njerëz të cilët e kanë adhuruar dhe madhruar çdo këtë tjetër, apo këtë do qoftë tjetër jashtë Allahut të madhruar, apo për ata që nuk janë musliman, la ilahe illallah. Apo thuaj ndash më ndryshe, pasi që i madhi Allah Azza wa Jall ceku më lart 6 lloje miletesh, fesh, i ndan këtu në ajetet që i kemi ne në 2, musliman dhe jo musliman. Dhe ashtu është. Krejt grupet e tjera jashta muslimanëve, le t'jenë me 10 dhe me 100 dhe me mira, futen në një grup që farë, jo musliman, jo besimtar, thuaj se të duash. Dhe në grupin tjetër mbesin muslimant. Dhe këto 2 palë grupe polemizojnë dhe debatojnë me zvete se cila e ka më mirë, la ilahe illallah. Thot Allahu Azza wa Jall, mas'udhu billahi minash shaitanir rajim, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Janë këta 2 hasëm, fjala hasëm, ne themi filani apo filan familja është në hasëm me filan familje. Ne hasëm e kuptojna bela e madhe, e që është fjala gjagderdhje. Ndërsa në gjuhën arabe, jo, nuk e ka atë nivel të vrazhdësisë. Hasëm është kundërshtar. Hasëm janë 2 persona që dalin në duel për ta mundur njani me tjetrin. Qoftë debat politik, qoftë në për
debat fizik, çka do qoftë është një hasëm, ai është kundërshtar i yti, qoftë lojnat sportive tjere. Pra Allahu po thot hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Janë këta dy hasëm, kundërshtar e rival, njëri me tjetrin, ikhtasamu, të cilët kanë polemizu për Zotin e tyre, apo rreth Zotit të tyre. Çka po dëmë thonë, i madhi Allah me këte. Ka thonë Ebu Dharri radiallahu anhu dhosht ka bobejaj se kjo ajet Kur'anor që kemi ne përpara, ajet 19 të surës El-Hajj, ka zbritur thot për 6 persona nga Kurejshitet. Ka zbritur për Aliun, Hamzan dhe Ubejdet ibn al-Harith në njëran anë, dhe 3 tjerë nga ana tjetër, Shejbet ibn Rabia, Utbet ibn Rabia dhe Al-Walid ibn Utbeh. Ka zbrit për këta 6. Është për qëllim, apo ka për qëllim Ebu Dharri në luftën e Bedrit, se kemi thonë kjo kaptin është Medina se, në luftën e Bedrit, kërë balafacun, kërë takun 2 ushtrit o përballën njëra me tjetërën, dole në 2 luftim. Musliman dhe qëfar mushrik idhujtar pagan. Tregimi është i gjatë, se qëfar të thanë pejgamberit, ja që të nga dikën për familjes tane. E matë natën kanë e ka pejgamberi Aliun dhe Hamzen. Matë ngatit, shpirtit vet i ka këta të dy, thë që të dy të qesë. Dil Hamz, dil Ali, dhe dil Ubejde, me të bashkë. Dhe ata që fort, me të regu se edhe ata e kanë shumë serios, dhe se janë qash fort dhanun mas shirkut, sa që janë gjendin me filiu edhe me të dashurin e vetë, dalin edhe ata të njëjtës familje. Dhe del Shejbet ibn Rabia, dhe del Utbet ibn Rabia, dhe del Al-Walid ibn Rabia, bab dhe bir edhe me vlla, familjes shumë të ngusht për balë 3 muslimanve. Se të që tjetë, pas këti 2 luftimi, natyrisht, muslimant korën fitore dhe ata 3 qëfart vriten. Pështën Aliu dhe Hamza, sa për një hori, ndërsa Ubejde plagoset dhe duket se mas 3 dite ka vdekur në prahën pejgamberit alayhi salatu wassalam pe asaj plake. Radiallahu anhu. Ka zbritur për ta. Ibn Abbasit thët, kjo ajet Kur'anor ka zbritur, hadhane hasmani ikhtasemu, 2 kundërshtar po polemizojnë mes vete, apo 2 grupe kundërshtarësh po debatojnë, po polemizojnë mes vete. Thot ka zbritur për ehlul kitab, konkretisht për qifutët edhe për muslimanët në anën tjetër. Të 2 palë po debatojnë mes vete, qifutët po thojnë ne jena më në hak se sa ju o ju musliman. Pse? Sepse ne kemi librin më të vjetër, feja jonë është më e vjetër. E kena librin më të vjetër, e kena pejgamberin më të vjetër, andaj ne kemi përparësi ndaj Zotit dhe jemi më afër Allahut se sa ju. Musliman të thonë, ne kemi më shumë përparësi ndaj Zotit, sepse libri jonë është më i vënshëm, por u përfshin librat e juve krejt, bile i anullën ato libra. Pejgamberi jonë është i fundit dhe është vula e pejgamberve, andaj ne jemi më në hak se sa ju dhe jemi më afër Allahut se sa ju. Po debatojnë muslimanët me qëfart, e Allahu i madhuruar, po zbret ajet Kur'anor dhe aj po gjykan në lidhje me këte, e po thot i madhi Allah azza wa jall, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Këtu janë 2 grupe njerëzish të cilët po debatojnë se cila është më në hak
dhe kja vazhdon edhe së dhe kësaj dite. Për atë arsye ka thënë Ibn Kathiri, Allah e pas mëshiruar, se është e vërtet që të dy kuptime dhe kuptimet e tjera futën në këtë ajet kuranor, por kuptimi për ajet është shumë më i gjanë, sepse në këtë ajet kuranor futën krejt ata njerëz musliman të cilët përpiqen me përhap fjalën la ilahe illallah, me ngadhnjy dhe me quhe përpara dinin e të madhit Allah, dhe përballë tyre ata farë grupi dhe mileti qofshin, të cilët mundohen me fikë nurin dhe dritën e të madhit Allah dhe me pengue islamin me hec për para, e që i bie se kuptimi këtij ajetit vazhdon edhe sot dhe kësaj dite, dhe mrenda këtij ajeti jemi ne bashkë me juve, përballë atyre ateistave, e laicistave dhe të tjerëve, të cilët mundohen me çdo mund fuqi dhe energji që e kanë, me shujt nurin dhe dritën e të madhit Allah, dhe me pengue islamin, me përparu dhe me ecë përpara, në njërën anë, ndërsa ne në anën tjetër mundohemi edhe ne me krejt energjinë dhe fuqinë dhe mundin që e kem, me quhe fjalën la ilahe illallah përpara, sepse nuk dyshojmë që dini jo në është hak, dhe muslimant janë hak, dhe pejgamberi është hak, dhe se ky islam është hak, dhe ja ne kemi merita ndaj të madhit Allah, dhe ja ne jemi afër Allahut, ja nuk ka krijesa tjera në tokë të Zotit që janë afër Allahut, nëse ne nuk jem la ilahe illallah. E qëllimi kanë thënë ulemaja e Ebu Dherrit, pse Ebu Dherrit tha, ky ajet kuranor ka zbritur për Aliun dhe për Hamzen dhe Ubejden në njërën anë, përballë atyre tre mushrikëve, ka thonë ka për qëllim se ata janë erneku dhe mostra e parë dhe shembulli më i mirë që është dhënë me ngrit fjalën la ilahe illallah, ka qenë një tregim i cili është shënuar në histori dhe nuk do të harrohet deri në kiamet, dhe do të marrin shembull njerëzit se për me quh fjalën la ilahe illallah lart e me ngrit nuk është boll apo nuk është tepër, edhe nëse e jep jetën për hatër dinit Allahut, po përballë tjetër përballë kësaj do të ketë edhe të atill, të cilët edhe ata do të sakrifikojnë për me shujt nurin e Allahut, dritën e Allahut, e që ishte rasti atyre tre qofarëve apo atyre tre mushrikëve paganë. Pra është një shembull që futet brenda në këtë ajet dhe i përfshin ka ajet kuranor, por ajeti vazhdon të përfshin njerëzit deri sot e kësaj dite, e a ka më mirë se sa më mundu njeriu dhe gjithmonë zotën, edhe kjo është pe urtësive dhe të mirave që njeriu i nxjerr kur të lexon ajete kuranore, më mundu me gjetë veten ku je. Në çdo ajet kuranor me gjithë veten nga ana shpirtërore, psikologjike, fizike, mendore, familjare dhe shoqërore, ku jemi ne prej këtij ajeti kuranor? Nëse janë ajete të dedikuara për ju musliman, respektivisht për punë të liga me këqyr veten, sa jemi larg prej atyre vepra, dhe me falenderu Allahun, pa nanën tjetër kur ceken burrat të mëdheje, kur ceken veprat të mëdha dhe të mira, me shiku vetë veten ku jemi ne në këtë ajet kuranor, apo brenda apo përballë këtij ajeti kuranor, dhe edhe sa na duhet me punu e për me qenë tamam një me brenda këtij ajeti kuranor, sepse neve po na kana, por një mend nuk e dim se sa jena me sinqeritet, sepse sa punojmë kjo varet për me që lartë fjalën e Allahut të madhruar te bareke wa taala. Se do që tjetë, pra ajeti është i gjanë dhe gjithë përfshirës, musliman dhe jo musliman, evliat Allahut, evliat të shejtanit, ata që punojnë me ngrit fjalën e Allahut, dhe ata që punojnë me ul fjalën e Allahut. Haku është i qartë dhe dihet se kush është në hak, pra janë musliman dhe të tjerë që janë në xhehenem, dhe këta është këtu vije për shkrimi e atyre që janë në xhehenem, i llojit të dënimit e atyre që janë në xhehenem, se si do të vuajnë ata,
dhe ndëgjoni se çka dhe se thot I madhi Allah te bareke wa taala. Falladhina kafaru, ata të cilët kanë bo kufër të madhit Allah, tha muslimon dhe ju muslimon, 6 grupet ndajnë 2 grupe, njënën lene të djathtë muslimon dhe krejt grupet të tjera janë majtiste, janë jo muslimon. Allahu po I quan falladhina kafaru, ata që kanë bë kufër Allahut të madhruar, çfarë? Zoti ka quajtur. Quttiat lahum thiyabun min nar, atyre prej formave, prej mënyrave të vuajtje së dënimit, quttiat lahum thiyabun min nar, prej formës së vuajtjes së dënimit është do të vishën me tesha të zjarrit të xhenemit. Allahu na ruaj. Nuk është për qëllim tesh se kurse tesha që I kemi ne në këtë dynja, sepse xhenem lit nuk kanë tesha janë të gjveshur, por është përdorur shprehja tesha në mënyrë figurative për ta përngja apo për ta përshkruar më në detaje dënimin të cilën do ta vuajnë xhenem litë, kur t'i përfshin ata zjarri krejt pjesë e trupit të tyre, sikur se njeriu kur rrethohet në tana anë të mbulohet me tesha dhe asnjë pjesë të trupit nuk e lën pa e mbuluar me vesh me tesha. Dhe se këtu tesha janë palpal njëra mi tjetrën, edhe zjarmi I xhenemit është palpal njëri mi tjetrën dhe e rrethon krejt qafirin në xhenem. Me të dhanë ty dhe mu me kuptu se si do të vuajnë dënimin ata, po dhe atyre të cilët dojnë të kuptojnë e që nuk janë brenda Islamit, se çka I pret, se zjarri I ahiretit I xhenemit nuk është sikur se I dunjas, prej fundit shkon përpjet edhe çka të mundet kap, por jo krejt trupin apo jo krejt qatë trup, çka do qoftaj që e djeg e kap, sepse nuk vije prej snalti, as nuk vije nga e djathta, as nga e majta, po prej poshtit shkon lart. Zjarmi I xhenemit jo, po thot Allahu ndryshon zjarmi I xhenemit. Për atë arsye I madhi Allah Azza wa Jall ka thënë atë në surën Al-Araf apo në surën Ibrahim, sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an-nar. Teshat e xhenemlive janë prej katrani, zift, katrani, wa taghsha wujuhahum an-nar, dhe fytyrat e tyre do t'i mbulojë zjarri. Pra dhe atje përdor shprehjen tesha, por nuk është për qëllim tesha, sikur se që thot I madhi Allah në surët Al-Araf, lahum min jahannami mahadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin. Për ata që fart xhenemlit është përgatitur shtrat nga zjarmi I xhenemit dhe mbuloj nga zjarmi I xhenemit. E ne krejt e dim se në xhenem nuk ka me shtrin shtrate me thonë po të përku një flaj se I e mirë, e rahate po shë dhe me mlu me qarshaf me shtrat. E jo, pasha Allahun, por shtrat nga xhenemi, pra I vije xhenemi prej s'poshti, dhe mbulojnë nga xhenemi dhe I vije xhenemi prej s'larti, dhe I vije xhenemi nga ftyra e tyre, dhe I vije xhenemi nga shpina e tyre. Andaj thuaj lirish se ata janë midis xhenemin tëna antë e përfshin atë zjarri I xhenemit. La ilahe illallah. E Allahu është shprehur se atyre do të mvishen tesha nga zjarri I xhenemit. Pra do ta mbështjell trupin e tyre zjarri I xhenemit, qysh e pështjell trupin e njeriut në këtë dynja tesha të cilat ne I shohim me syt e tanë. Quttiat lahum thiyabun min nar. E para, e dyta, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim.
për mjaftu dënimin edhe më rënd dhe më ashpër, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Për mjaftu e dënimin e tyre edhe më ashpër dhe më rënd, ju sabbu min fawqi ru'usihimul hamim, u hudhet bakër i shkrir, ujt val, e kanë komentuar bakër i shkrir, mbi kokat e tyre. I cili uj i val, apo bakër i val, e që Said ibn Gjubejri ka thonë, hamim është bakër i shkrir, i vluar, i nxehtë, që nuk ka diçka që është dënim më i rëndë, e që shijon vujtje më të mëdha se sa ky ujë apo ky lëngë ndashquje prej bakrit të shkrir. Ky bakër i shkrir u hudhet atyre nga koka lart. Bakër i shkrir u hudhet atyre nga koka lart. Njeriu në këtë dynja, kur të vlen ujt, po edhe ndonjë substancë tjetër, e vlen shumë, dhe nëse ja hudh ujt një njeriu tjetër në trup, çka bëhet? E djeg trupin dhe mund t'i bie dhe lkura, po edhe mishi që rohet, bile edhe bëhet trupi shëmtuar. Por nuk e shijon mrenda dhimbten, vetëm jashtë. Allahu po thot më ndryshe. Nëse ujë që vlen njeriu në këtë dynja, ka të shumë dhimbje mundet me i shiju njeriut, po ata ujë të vluar, respektivisht bakër të shkrir, të vluar në zjarë xhehenem, nga Allahu i madhruar, me një temperaturë të paparashikuar, a thu çka bëhet me te? Kush mundet me i përballu ati bakrit të shkrir, apo ati dënimi nga i madhi Allah Azza wa Jall. Për atë arsye thot Allahu, pra i hudhet nga koka e tyre, min fawqi ru'usihimul hamim. Çaj bakër u hudhet nga kokat e tyre. E çka bëhet kur ti hudhet nga kokat e tyre? Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Çaj bakër i shkrir, i cili u hudhet në kokë pe temperaturës lartë, u açpon kokën. Dhe depërton mrenda në trup. Një herë u kall, u shkrin gjymtyrët e trupit brenda, bashkë me zorë me çka ka, e pastaj edhe lëkurat e tyre më vonë. Një herë brenda, pastaj jashtë. Ka në hadith e Abu Hurajrës radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë hadith: El hamim, që është bakër i shkrir, u hudhet mbi kokat e xhehenemlive dhe u depërton brenda derisa të shkon te poshtë të shputat e kamve, tua djegur, e pastaj kthehen ata qysh kanë qenë edhe një herë. Rikthehen. Tani prap dënim, prap rikthehen, edhe kështu me radhë. Wal julud, edhe lkurat e tyre u digjen. Kjo nuk do të thëtë se lkurat u djegen pas gjymtyrëve të brendshme, por do të thëtë se nëse mund ta kuptojmë se sa vujtje pas kanë dhe çfarë dënimi po e shijej kanë brenda në gjymtyrët e tyne, atër mos pët për trupin e jashtëm, i cili në të naont është i veshun me zjarëm të xhehenemit. La ilahe illallah. Allahu na ruajt prej xhehenemit, e ja Rabbel Alamin.
Dhe jo vetëm kaq, por vazhdon dënimi edhe më tej, apo format e shijimit të dënimit. Pra, tesha nga xhehenemi, u hudhet mbi kokat e tyre bakër të shkrir të vluar në zjarr të xhehenemit, i cili u depërton mrena në kry, në trup, dhe u shkrin krejt gjymtyrët e mbrenshme, po edhe lkura e tyre u digjet dhe u kallet. Dhe walahum maqami'u min hadid, dhe për ta ka dënim edhe mëtej, maqami'u janë kamgjikët, ose janë që kanë, që keqë. Kamgjik në këtë dunja përdoret për shtas, për hajvan, i maruar, i punuar prej lkure, i cili qëndron gjatë, shumë gjatë qëndron dhe nuk din me u prish, po të njëjtën kohë i djeg shumë shtazës apo hajvanit që i bie nga një herë me te i kanë ra edhe njerëzve, e sa njeriu në këtë dunja është rahur me kamgjik të shtazve, veç i madhi Allah e din, e që ai do të llogarit kur dalin para tij në ditën e gjykimit. Por këta kamgjik në xhehenem, për xhehenem litë, nuk janë nga lkura, por pa thëtë Allahu min hadid janë nga hekuri, apo janë prej hekurit, kamgjikta prej hekuri, me të cilet rahen xhehenem litë, fytyrave të tyre, shpinës e tyre, barku të tyre, edhe gjitha ndejine për trupin e tyre. Kamgjikta, i disa kanë thonë edhe që kanë të hekurit, për të cilet ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po t'i bihet me qatë që kanë, apo me qatë kamgjik një kodre, sa do t'jetë e madhe, e bën e hi dhe plohen. La ilaha illallah, e bën hi e plohër, me te rahen xhehenem litën xhehenem. Kjo është mjaftuar dënimin edhe më tej, mjaftuar vujtjet edhe më tej, me pas vujtje edhe dënime të lloj-llojshme, edhe dënim vujtje, po edhe nënçmim për ta, sepse kanë nënçmuar fjalën e Allahut në këtë dunja, sepse janë përqeshur me Allahun e madhruar në këtë dunja, sepse janë tallur me krijuesin e gjithësisë në këtë dunja, janë tallur me librat e shejtan në këtë dunja, janë tallur me pejgamberët e Allahut në këtë dunja. La ilaha illallah. Edhe tash e meritojnë ashtu qysh kanë vepruar në këtë dunja, e meritojnë gjezan dhe ndëshkimin në botën tjetër kur dalin para të madhit Allah azza wa jall. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uidu fiha. Sa herë që mundohen këta xhehenemli me dal prej xhehenemit, me dal prej atij sikleti, me dal prej atyre vështërsive të mëdha që i kanë, kthehen uidu fiha, kthehen to seresh. Ja sundel. Ka thonë Fudail ibn al-Iyad, jo pasha zotin, ata as m'ja mësye me dal, nuk është kuptimi ashtu, sepse i kanë këmbët e lidhura me pranga dhe duart e lidhura me pranga, e ka dënë me shkuaj, por qëllimi është, ka thonë, se vala e madhe, vrulli i madh i xhehenemit, prej vështërsisë madhe dhe dëndësisë, atë që është i dendur xhehenemi, sa që i qënë edhe përpjet ata. Dhe prap kthehen poshtë. Ose është për qëllim, dhe i thuhet aty në vëdhuku adhab el harik, edhe i thuhet atyre shijoni dënimin e dhimbshëm.
Pra, sa herë dojnë me dalë prej atij dënimi, mund t'jetë edhe pak më ndryshe kuptimi, ata e bojnë kabull, sikurse ta kishin shijuar vetëm një lloj dënimi. Sepse njeriu kur e shijon një lloj dënimi, tazami në për burgjet të dunjas, veç në burg me nejt, dikur i bëhet burgi atina se shtëpia vet, edhe me thanë dil pe burgut priton dhe harron bile që është duke vuajtur dënim. Emnin që është duke vuajtur dënim e harron, sepse është adaptuar dhe kalitur në atë qeli apo në atë dhomë të burgut. Ose edhe nëse ndëshkohet ai tazami rahet me shkopi apo me kamgjik, i dhem një herë 2, 10, 15, 20, dikur i hup ndjenjat mos sa dushen te, sa i mo nuk ndjen dhimbje. E Allah po don me i thonë, po don me thonë se për xhehenemlit nuk është ashtu. Jo, por dënimi ndaj tyre nuk përfundon, dhe se ai është aq i lloj-llojshëm, sa që nuk ka hapësirë me mësu me një dënim, se pa u kalit me njanin, vjen dënimi tjetër, e vjen dënimi tjetër, e vjen dënimi tjetër, e kthehet te i pari dhe vjen i dyti, edhe kështu me radhë, secili prej këtyre llojeve të dënimit është më i rëndë dhe më i tmerrshëm se sa i pari. Allahu na ruajt prej dënimit të xhehenemit, ja Rabbel Alamin, ditën që ka me i ringjall i madhi Allah krijesat e tij. Pastaj të nderuar vëllezër, thëta i madhi Allah Azza wa Jall tash përball grupit të parë që farve respektivisht mënyrës se se shijojnë ata dënimin e Allahut, i cek musliman se janë në grupi i dytë dhe gjithmonë është edhe psikologjia e njeriut kur ndëgjon për atë, thot po edhe unë çka kam, pra çka është për mu. E Allahu tash thot po edhe për juve o ju musliman. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati tajri min tahtiha al-anharu. Allahu i madhruar i fut ata të cilët kanë thënë la ilaha illa Allah me loçkën e zemrës. Ata të cilët e kanë besuar Allahun hak, e ditën e gjykimit hak, dhe kanë punuar për ditën e gjykimit. Kanë punu amelet mira dhe ju kanë larguar harameve. Allahu i fut ata në xhenete tajri min tahtiha al-anhar, në për xhenete, nën pallate, nën pemt, kopshtet e tyre, në të cilat ecin lumenjë të ndryshëm që këta i orientojnë ata lumenjë ka të dojnë me shkue. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Dhe përpos që ata janë në ato xhenete të ëmbla dhe të shtrejta dhe të mahnitshme për nga bukuria e të gjëra sa qielli dhe toka, dhe jam të lumtur dhe të stërlumtur e të kënaqur në to, halat mira ka për ta, qysh atje të xhehenemlit pat halat këqija për ta, përpos xhehenemit edhe në xhenet ka halat mira për ta, përballë atyre. Apo thuaj, ndash sikurse për xhehenemlit që Allah ka përgatitur teshan nga zjarri i xhehenemit, ka përgatitur edhe për muslimon xhenet veshën nga xheneti. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Atyre veshën në trupin, në radh trupin e tyre, në duart e tyre, radh prej arit, dhe të stolisur me margaritar dhe me gur të çmuar, deri të bryli ka. Ne në këtë dynja mashkujt muslimën nuk vendojmë apo nuk bajmë ari, por do të bajmë në xhennet.
Do tjetë atje stoli edhe e jonja, jo vetëm e grave që shka qenë në këtë dynja. O libasuhum fiha harir, edhe teshat e tyre në gjennet do t'jenë harir më ndafsh. Nuk do t'jenë zjarë gjëhname që shke për qëfart atje, por për neve, insha Allahu ta'ala më ndafsh apo vesh prej më ndafshe. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar neve të bajmë ari dhe të veshim me ndafsh në këtë dynja, dhe ka thonë se ai cili vesh me ndafsh në këtë dynja nuk do të vesh me ndafsh në ahiret. Sikurse që ka thonë ai cili pin ver alkohol në këtë dynja nuk do të pi në ahiret. Dhe kjo i bie për nga ana psikologjike përballë asaj që të është ndaluar ty në këtë dynja, dhe sikur se ti thua Zot e kurrën e me pi këta verë që me kanë pas halal, isha la me ta se ma kana shumë, apo kurrën e me vesh këtë lloj me ndafshe që aq shumë e du, apo kurrën e me i mush gishtat edhe durt me plot rradh dukatit se edhe në kam qef e ka 4-5 vath me ngjite në vesh, e më futu e më pësu atje, kur unë këtu se i kam qef, e tjerë, e thët Allahu, por o bijem, një sen që ta kam ndalue në këtë dynja, keme shiju dhe më knaqë në ahiret. Keme shiju dhe më knaqë në ahiret, të njëjtën gjë dhe punë e grave. Krejt musliman këtë dynja thojnë, e kur mi pas ka 2 e ka 3, e ma shumë e ma pak, që në këtë dynja shumë prej burrave nuk guxojnë shahadet me ra e me i përmen se leme me u martu, ata që zguxojnë qa me i bo la ilaha illallah dhe të presin deri në ahiret, e mos të hine në haramen gjëna se nuk i dorohet zjarët të gjëhnemi, nuk i dorohet. Pra bëni sabër në këtë dynja për gjëra që u akona, por nuk mundeni me realizu, se vjen koha me emër të Allahut kur keni me u knaq me to. Wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila siratil hamid. Dhe janë udhëzuar xhenetlit la ilaha illa Allah, përpos që shpëtuan nga zjarmi i xhehenamit, përpos që dha Allahu gjithë ato të mira të pa numërta. Allahu po thot edhe janë udhëzuar ata ila at-tayyib min al-qawli, me fol vetëm fjalë të mira në xhenet. Pra, jo vetëm për nga ana e shijimit, të ushqimit, veshjes, tepshit, knatësive, përjetimit, të lloj-lloj knatësive të ndryshme, por edhe për nga ana të folurit. Nuk keme nimu fjalë amorale dhe të vrajshda dhe të ethta, por vetëm fjalë të ëmbla dhe të mira, të cilat kënaqin kur i dëgjon. Kush nuk flet fjalë që nuk i ka hija, apo që nuk është Zoti i kënaqur me ta. Ndër ato fjalë që ka i thojt, që ka thonë Allahu, wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajru al-'amilin. Dhe thojnë alhamdulillah për të madhit Allah, i cili Allahu premtimin e vet e qej në vend dhe në dha neve ka qëto këtë madhe në për gjenetet e të madhit Allah, e ne tash për mundemi të shkojmë pa pasaporta, pas një probleme, pa frige, pa rrezike, ka të dojmë në për gjenet, fenije me ejrul amilin, sa shpërblim i madhë koka për ata që kanë punue. Apo thonë, elhamdulillahi ledhi edhhebe anna l'hazan, elhamdulillah, i cili na e largoj tashmë neve stresin, e frigen, e mrezin, e lodhjen, e të lashet e kësaj dynjaje, nuk kena më mase jemi futur në gjenet. Ose thonë, elhamdulillahi ledhi hedana li hadha, elhamdulillah, i cili na ka udhëzue neve në islam, e na ka rujtur këtë islam, e na ka bo me jetu me islam, e me vdek me islam, e na ka shpëtu ditën e gjykimit, edhe na qejnë gjenet. Allahu na qejnë gjenet. Kështu thënë gjenetlit, Allahu na udhëzoj, e na drejtoj deri në gjenet, na tha qe.
ta shihni në xhenet, edhe shihni të mirat e xhenetit dhe kënaqni me to, wahudu ila siratil hamid, janë udhëzuar dhe janë drejtuar në rrugën e falënderimit, ku do ta falenderojnë të madhin Allah Azza wa Jall, ose mund të jetë kuptimi edhe pak më i gjanë, janë udhëzuar një herë në këtë dynja, janë drejtuar në këtë dynja me foli mirë, e me punu mirë, e në rrugën e mirë, në rrugën në të cilën Allahu i shpërblen. Këta njerë falenderojnë Zotin këtë dynja, e punojnë për Allahun këtë dynja, e dikur Allahu i falenderon këta, Allahu i shpërblen këta, Allahu i gradon këta rob të tij në xhenet, kur vjen koha me u fut atje, Allahu na mbroj pe zjarmit xhehenamit, ya rabbel alamin. Allahu na boft haram xhehenamin, ya rabbel alamin. Allahu ja boftyrave tona haram xhehenamin, e trupit ton, ya rabbel alamin, e prindve ton dhe prindve ton, dhe të gjitha atyre të cilët kanë vdekur me fjalën la ilaha illallah, por edhe grave tona, e bijve ton, e familjeve ton, dhe krejt musliman të cilët thonë la ilaha illallah. Allahu na mëson xhenetin dhe të mirat e tina, ya rabbel alamin, e na bashkoft të gjithëve të cilët jemi në këtë mezhlis, por edhe ata të cilët dëgjojnë, na bashkoft në xhenetet e tij të shtrejta dhe të gjera dhe të ëmbla. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.